Marta Kos, komisionerja për zgjerimin, do të vizitojë Shqipërinë nga data 12 deri më 14 mars, duke shënuar misionin e saj të parë zyrtar në vend. Sipas KE, kjo vizitë do të shërbejë si një rast për të diskutuar me autoritetet shqiptare mbi gjendjen e procesit të anëtarësimit në BE, veçanërisht progresin në reformat themelore dhe në drejtësi. Vizita do të jetë gjithashtu një mundësi për të përcjellë rëndësinë e konsolidimit të arritjeve përmes rezultateve të mëtejshme të prekshme, në përputhje me natyrën e bazuar në meritat e procesit. Në një njoftim për mediat, bëhet me dije se komisioneri do të takohet me kryeministrin Edi Rama, kryenegociatoren e BE-s Majlinda Dhuka dhe me kryetaren e kuvendit Elisa Spiropali. Ajo do të ketë gjithashtu takime me institucionet e pavarura shqiptare të drejtësisë, deputet, duke përfshirë përfaqësues nga opozita, si dhe organizata të shoqërisë civile. Gjithashtu komisioneri Kos do të drejtohet studentëve të Kolegjit të Evropës dhe Universitetit të Tiranës dhe do të shkëmbejë mbi rolin e shoqërisë civile dhe angazhimin e të rinjve në politikën e zgjerimit të BE-s në Ballkanin Perëndimor. Nëse shohim me kujdes, KE njofton se Kos do të takojë kryeministrin, kreun e kuvendit dhe disa deputet të opozitës. Pra shmanget Sali Berisha, edhe pse ky i fundit deklaron se ka mbështetje ndërkombëtare, duket se fitoria e Trump nuk e ndihmon as pak në këtë aspekt. Duhet të presim dhe të shohim, por vetë KE nuk njofton për një takim të tillë. Si pjesë e misionit të saj, komisionera Kos do të vizitojë 3 projekte të financuara nga BE në Elbasan, ku do të angazhohet me sipërmarrje sociale të mbështetura nga asetet e konfiskuara nga krimi i organizuar. Do të angazhohet me gra viktima të dhunës me bazë gjinore dhe shkëmbime me studentë të rinj që marrin pjesë në programin e shkëmbimit të shkollave në Ballkanin Perëndimor, i cili mbështet pajtimin dhe mësimin ndërkulturor dhe dialogun. Kjo konferencë e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama është planifikuar për në 13 mars, në orën 10:10, njoftoi Komisioni Evropian.